Presidenti kroat Zoran Milanović duket se ka zbuluar një skenar të Brukselit ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, kur tha se një antar i ri nuk do t'i bashkohej Bashkimit Evropian. Milanović paralajmëroi se vendet aspirante për NBE po mashtroheshin nga Brukseli, për të cilin tha se po i ofronte premtime boshe Ballkanit Perëndimor lidhur me antarësimin. Duke folur përpara studentëve në Universitetin e Veriut në Koprivnica, Milanović i cilësoi premtimet e zgjerimit të BE-s si të rreme, ndërsa theksoi se ato do të bëheshin për të marrë lëshime politike, veçanërisht në përputhje me qëndrimin ndaj Moskës. Ai shtoi se vendet individuale pritet të përshtasin politikat e tyre të jashtme sipas interesave të Perëndimit, veçanërisht kur bëhet fjalë për përballjen me Rusinë. Mediat lokale në Kroaci bën një hon deklaratave të presidentit kroat, i cili u shpreh se edhe Gjeorgjia, pavarësisht rritjes së fortë ekonomike, do të përballet me një fat të ngjashëm. Deklaratat e Milanović duket se hedhin poshtë edhe projektin Shqipëria 2030 në BE, që u lançua fort nga Edi Rama gjatë fushatës së 11 majit, duke u bërë kryefjale të gjithë fushatës nga ana e kryeministrit, që mori mandatin e 4 radhazi për të qeverisur vendin. Shqipëria, referuar edhe deklaratave të burokratëve të Brukselit, është shfaqur si një nga favoritët në procesin e pranimit në BE dhe mund t'i bashkohet bloku deri në fund të kësaj dekade. Paralajmërimet e presidentit kroat vinë në një kohë kur Marta Kos, komisionere për zgjerimin, tha se brenda mandatit tim do të kemi antarësime të reja në BE nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Na duhet që të hapim një grup tjetër kapitujsh me Shqipërinë dhe kjo do të ndodhë në qershor dhe me këtë do të kemi hapur të gjithë kapitujt e negociatave. Më pas do të fillojë mbyllja e kapitujve, që është gjithashtu një proces shumë i rëndësishëm, tha komisionerja. Udhëheqës politik nga Kroacia, Slovenia dhe antarët e BE-s në rajonin e mëngjerë të Evropës qendrore dhe juglindore kanë bërë presion për zgjerimin e drejt Ballkanit Perëndimor. Ata përfshin kryeministrin kroat Andrej Plenković, rivalin kryesor politik të Milanovićit. Pavarësisht premtimit të samitit të Selanikut në vitin 2003 për antarësimin përfundimtar të rajonit, asnjë nga 6 kandidatët të Ballkanit Perëndimor, Serbia, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Malizi, ende nuk janë antarësuar, ndërsa Serbia ka qenë kandidate zyrtare e BE-s që nga viti 2012. Ajo nuk ka hapur asnjë kapitull të vetëm negociatash që nga viti 2021. Beogradi është kritikuar gjithashtu nga zyrtarët e BE-s për dështimin në përputhje me sanksionet perëndimore ndaj Rusisë. Ndërkohë përparimi i Maqedonisë së Veriut është penguar nga mosmarrveshjet dypalshe fillimisht me Greqinë dhe së fundmi me Bullgarinë, por përveç komenteve të tij mbi zgjerimin, presidenti kroat pati kritika dhe më të gjera për Bashkimin Evropian. Evropa nuk është më forca që ishte dikur, tha Milanović, duke shtuar se kontinenti ja kishte lënë Shteteve të Bashkuara dhe Kinës leadershipin global në inovacionin dhe ndikimin në treg. Evropa shkon në Kinë dhe jep leksione mbi të drejtat e njerëzit, në vend që të flas për shitjet e makinave evropiane, shitje të cilave ka rënë ndjeshëm, tha ai. Lidhur me luftën në Ukrainë, Milanović e karakterizoi konfliktin si raskapitës, duke i atribuar shpërthimin e tij këmbguljes perëndimore që çdo vend të zgjidhë aleancat e veta ushtarake dhe duke u larguar kështu Kievin nga Moska. Milanović është përplasur vazhdimisht me Plenkovićin dhe antar të tjerë të qeverisë së udhëhequr nga Bashkimi Demokratik Kroat për mbështetjen e Zagrebit për Ukrainën. Ai ka kundërshtuar mbështetjen e fortë të qeverisë për Kievin, një qëndrim që e ka vënë në kundërshtim me aleatët perëndimor të Kroacisë. Ai kritikoi gjithashtu politikën amerikane ndaj Izraelit, duke argumentuar se mbështetja e pakushtëzuar amerikane për regjimin në vend të popullit të tij kishte nxitur atë që quajti terrorizëm kundër palestinezëve. Njeriu i bardhë duhet të kuptojë sa më shpejt të jetë e mundur se ai nuk është qendra e botës dhe se të gjithë do të jenë më mirë, duke u tallur se në Shtetet e Bashkuara nuk ka ndodhur kurrë grush shteti, sepse nuk ka ambasadë amerikane atje.